Dëgjojeni pak sot deklaratën e shkëlqësisë së tij. Kjo që kanë bërë në Shqipëri një prokuror dhe një gjykatës duke pezulluar një anëtar të komitetit qeveritar është një tentative pa dëgjuar, një eksperiment i papar, një ide pa zhvilluar asnjëherë parë. Edi Rama soti që e tharë për shtyma, siç ndodh rrallë herë, në sulmin që i bëri sistemit drejtësisë të atyre që i quajti një prokuror dhe një gjykatës që janë ulur kokë në kokë. Po le të merremi pak me argumentet në thonjza që jep ai për të justifikuar këtë puç institucional, siç e quajnë edhe segmentet e tij nëpër studiot televizive. Ai citon gjykatën e Strasburgut kur thotë se masat e gjyqësorit nuk mund të kenë gjyrime politike, nuk mund të jenë jashtë proporcionalitetit dhe nuk mund të kenë ndikim në ekzekutiv. Tani, sa i përket ngjyrimeve politike, nuk ka që thotë se kësaj radhe nuk ka hedhur fajin Saliut, por pretendon se ndikojnë në ekzekutiv. Ka një zgjidhje fare të thjeshtë të kësaj gjëje. Ajo që është e akuzuara, e hetuara, jep dorëheqjen, pra i hap rrugën drejtësisë që të kryej hetimet e saj dhe zëvendësohet në pozicionin e lënë vakant. Dhe ja ku zgjidh ngërçi institucional që pretendon Rama. Në interpretimin që gjëja e bën gjykatave evropiane, Rama thotë se gjyqësori nuk mund të pezullojë ministra dhe se vetë pezullimi i ministrave është absurd si koncept. Pse kështu qeka? Po atëherë për çfarë u bë reforma në drejtësi? Pse duhej një gjykatë e posaçme dhe një strukturë prokurorësh speciale? Qose ju keni ndërmend të zhvasni ato votat për të rehatuar në kolltuqe administrore dhe pastaj të jeni të paprekshëm, pse kështu qeka? Kjo që e reforma në drejtësi? Edi Rama në këtë moment nuk ka as hallin e demokracisë, as hallin e kushtetueshmërisë, madje as hallin e ballukut. Edi Rama ka hallin e vet. Ka hallin kur të vi spaku t'i trokas në derë dhe ta marrë atë si të pandehur. Dhe aty pastaj keni për të parë se si Edi Rama do t'i bashkojë votat me Sali Berishën për t'i kufizuar kompetencat e sistemit gjyqësor. Pyetja është, po populli anë në kujt do mbajë?